Dhimbjet e barkut, në qoftë se pozicionohen në pjesën e sipërme të barkut, e para që tani është shumë e shpesht për shkak të ushqimeve që ne përdorim, për shkak të jetës ndoshta shumë stresuese në Kosovë, manifestohet me dhimbjet e lukthit. Po dhimbjet e lukthit dhe dhimbjet e gurve në idhës janë të lidhura shumë me njëra tjetrën për faktin që kanë të njëjtin inervim. Kështu që çdo pacient që ka dhimbje lukthi, të paktën një herë është mirë me u konsultu me një kirurg, me u bë një ekzaminim me ultrasonografi, që është një ekzaminim që nuk rrezaton, që nuk ka asnjë efekt ansor për pacientin, edhe që bëhet shumë kollaj në bazat përditshme në çdo institucion të Republikës Kosovës, qoftë shtetëror, qoftë privat. Arsyeja e simptomatologjisë pothuajse të njëjtë, e ceka është çështja e inervimit përbashkë të dy këto organe inervohen njëjtë dhe përpasoj simptomatologjia e dhimbjes mundet me qenë e ngjashme. Por nuk do të thotë që gjithë pacientat që kanë dhimbje lukthi duhet me pas gur ose e kundërta, pacientat që kanë gur me pas dhimbje të lukthit. Po, atë çka është me rëndësi ne me përmend dhe me specifiku është që shumë pacient për vitet të tona mjekohen për dhimbje lukthi, cilat në fakt kanë qenë dhimbje të gurve në idhës. Në fakt, shpesh herë hasim ne këtë shumë shpesh në praktikën e përditshme që pacient kanë marrë medikamente për qetësimin e lukthit, nuk qetësohet lukthi nëse dhimbja vjen prej dika tjetër, por i thonë që duhet me vazhdu sepse duhet kohë me mjeku lukthi dhe gjëra të tjera.